Zjarrin dy makinave të xhaxhait të tij, 30 vjeçari shpallet në kërkim. Një 30 vjeçar në Tiranë shpallur në kërkim pasi gjatë natës dyshohet se i vuri zjarrin dy automjeteve. Policia bën të ditur se automjetet ishin të parkuara në oborin e banesës së një 66 vjeçari. Ngjarja sipas policisë dyshohet të ketë ndodhur për motive pronësie dhe automjetet e djegura janë të xhaxhait të tij. Njoftimi i policisë. Tiranë, i vuri zjarrin dy automjeteve gjatë natës, identifikohet dhe shpallet në kërkim 30 vjeçari. Shërbimet e komisariatit policisë numër 6 me njëherë pas marrjes njoftimit se në rrugën Habdi Cenojmeri ishin djegur dy automjetet parkuara në oborin e banesës së shtetasit GX 66 vjeç, kanë shkuar në vend ngjarje me qëllim kryerjen e veprimeve hetimore. Nga veprimet e para hetimore është identifikuar autori dyshuar shtetësi MX 30 vjeç, i cili dyshohet se për motive pronësie ka djegur dy automjetet e xhaxhait të tij. Vijon puna për kapjen e 30 vjeçarit dhe për dokumentimin ligjor të rastit. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë për veprime të mëtejshme.